Ndërmarrjes së qarkullimit publik të Shkupit do t'i shtohen edhe 80 autobuse ekologjik, ndërsa 40 autobus të tjerë do të shpërndahen sipas nevojave në komunat të tjera ku ka transport të organizuar publik. Sipas qytetarëve, një gjë të tillë do ta besonin vetëm kur të shohin autobuset që qarkullojnë nëpër rrugët e Shkupit. Ajo muhabet veç. Ajo thashë më thonë. Sikur sa herë që kanë thonë edhe ajo pa i pa nuk besoj. Duhet të shpërndahen, ama ajo muhabet thash. Nuk beson se dhe? Nuk besoj, ajo për një 50 vetë nuk bëhat. Pa i pa autobusat? Jo, pa i pa autobusat s'besoj. Në ndeshën kemi problem. Në ndeshën nuk është në rregull. Nuk vinë me kohë, vanojnë 1 orë, 2 orë. Me ato është se qertë autobusat vinë me rregull. Se čeka убийствено. За koji autobus? Koji je 16. Но ова со автобусиве е стварно катастрофа. Невидена катастрофа. А ние па уште кога штрajkува на Кајченто, не знам што да ви Мало кажам. да предвидува да инвестирате на 120 автобуси, ќе Прочитав. подобри состојбата. Па нормално дека ќе ја подобри ако воопшто се реализира тоа. 2 qytetarë që pritnin autobusin e NQP-s kishin mendime të ndryshme sa i përket rremujes dhe vonesave të autobuseve. Некогаш има, некогаш нема. Гужви има многу. Одма се пате автобус, одма се качи и дури пред Па време они у дојдов. пензија можат у било кое време, тоа е тоа. Ја имам месечна карта. Ја имам месечна, не е тоа. Месечна за секој ден да се возам. Ја не идам на работа, Nisi penzioner? пензионер и имаме картата. Затоа е подруго. Sipas kryeministrit Mickoski, qeveria në mbledhjen e djeshme miratoi vendimin për fillimin e procedurës për blerjen e 120 autobuseve ekologjik. Sipas qeverisë, bëhet fjalë për prokurim publik, ndërsa mjetet financiare janë siguruar nga buxheti i Ministrisë së Transportit, por se sa mjete janë ndarë për këto autobus, sipas qeverisë, opinioni do të njoftohet në kohë.